Dëgjues të Rash, po qëndrojmë bashkë, on air na dëgjoni duke klikuar gjithashtu edhe nëpërmjet internetit, nëpërmjet balkanweb.com. Përshëndetje, ky është newsroom-i i Radios Rash, ku Marcela na informon çdo 60 minuta për zhvillimet më të fundit, fleshet informative në Radion Rash. Do ta pyesim Marcelës se si ndjet në një ditë të tillë siç është dita ndërkombëtare e radios. Sapo ke mbaruar edicionin e radhës? Edicionin informativ ishte një edicion i ngjeshur me dinamikë të fortë, kishte goxha zhvillime që erdhen në kohë reale, të transmetuara edhe në News 24, sikurse jemi si motra të transmetimit të drejtë për drejtë. Ja, akoma jam me fletën e lajmeve në duar edhe tani më dole surprizë. Marcela, sa kohë ke punon në radio? Çfarë është radio për ty? Unë kam 3 vjet, që punoj në Radio Rash. Të bërit radio është një magji më vete, është futesh në një botë në eter, kalon atë dimensionin në ajër edhe vetëm zëri jot përçohet atje ku e mendon se është dëgjuesi jot i preferuar, është ai që zgjedh frekuencën tënde, zgjedh 97 MHz për të informuar, për dëgjuar muzikën më të mirë, gjithçka në valët e Radio Rash. Fakti që Radio Rash si media është pjesë e një familje të madhe, siç është familja Focus Group, ku përfshihen të gjitha llojet e mediave, siç është televizioni News 24, Gazeta Shqiptare, Balkanweb dhe radio. Sa ju ndihmon fakti i të qenit pjesë e një të tëre për të marrë qoftë informacionet më të fundit, qoftë për të koordinuar punë dhe për të dhënë informacionet për publikun që ju dëgjon? Ne kemi një kooperim shumë të mirë, sikurse e the edhe ti, News 24 është forca jonë e madhe, por jo vetëm, ne kemi edhe si motra të tjera, kemi Gazetën Shqiptare, kemi Balkanwebin që gjithçka transmetohet edhe vjen edhe online, kemi edhe Radio Rash, bashkëpunimi mes të tre sjell edhe rezultatin më të mirë. Kjo do të thotë që lëndën e parë, ushimin e parë e keni gati. Neve përpunojmë pak tek redaksia jone, gatuaj një çik më mirë për cilësim informacionin si për lajmet e radios. Për dëgjuesit. Po, vetëm për dëgjuesit. Çfarë satisfaksioni, çfarë komoditeti të shfaq, të jep, le të themi, të punuarit në një radio, në një media të tillë siç është radio, dhe do dëshiroj të punojë në një media tjetër, për shembull në televizion? Së pari një radio t'jep komoditet. Unë sikurse e shihni, jam me veshje shumë sportive të thjesht, edhe nuk dukesh fare se si je. Mund të jesh një ditë që ndoshta nuk je me humorin lart, ka ditë ku ti je me buzëqeshje, por jo çdo gjë reflektohet. Ne mundohemi që emocionet i kamuflojmë, nuk ka gjë më të bukur se sa edhe lajmin që të jetë serioz, ta përcjellësh me atë emocionin e duhur, mos jetë e thatë. Ka shumë rëndësi që gjithçka që i përcjellet dëgjuesit të jetë vitale dhe të shkojë menjëherë pra të godasë dhe të preki publikun. 3 vjet të japësh informacione çdo 60 minuta, nuk e di, duhet të llogaris tani se sa edicione mund të kesh dhënë deri më sot, por a ke emocione? Emocione kam. Nuk ka emocion. Unë e thash edhe pak më sipër që të japësh lajme dhe të shkosh atje ku është audienca pa emocionin, sikurse dita bëj më së miri një gazetar, është e pamundur të kemi një lajm të mirëfill. Emocioni duhet, nuk duhet të ketë shfaqje të mimikave apo të pjesës me grimca humori apo pjesë të trishtueshme, por gjithsesi emocioni ekziston. Tani që unë jam me mikrofonin e News 24, po më dridhet pak zëri. Nuk po vazhdoj më tej, të uroj shumë suksese në punën. Suksese dhe ty e dashur dhe faleminderit që u bashkove, thjesht një kat më sipër për të qenë në studion e Radio Rash. E gëzuar familjes së Radio Rash në ditën ndërkombëtare të radios. Faleminderit, uroj dhe ty shumë suksese, dashur. Ne vazhdojmë të sjellim muzikën më të mirë në transmetim. Me 97 km/h titullohet emisioni që po ndiqni, është emisioni mes ditës në valët e Radio Rash, sjellim muzikën më të mirë të momentit. Është Clean Bandit. Britanikët po çmenden pas kësaj këngë, ndërsa ne e sjellim është me Rather Be në bashkëpunim me Jazz Clean. Ju po dëgjoni Rash online, dëgjohemi duke klikuar në balkanweb.com, sikurse edhe nëpërmjet platformës High Definition. Unë sot jam me Niki, nuk jam vetëm. Ne në fakt po të dëgjonim, Nilda, pjesën kur ti hyre në
tek publiku, tek dëgjuesit e Radios Rash. Çdo mesditë ne dëgjojmë me 97 km/h, kemi ardhur akoma më shpejt, kemi ardhur me akoma më shumë km/h. Pse? Sepse sot është dita ndërkombëtare e radios, besoj se ti e di. Edhe do doja të dija të merja impresionet tuaja, kemi le të themi intervistuar gjithë kolegët tuaja, të familjes së Radios Rash, emision argëtues. Si të bën të ndihesh në radio? Të bën të ndihesh sikur nuk e ke fare karrigen afër, edhe mua her pas here më duket vetë sigura me kokë poshtë në emision. Titulli është me 97 km/h. Nëse më dëgjon ndonjëri nga ata që vë kufi për shpejtësinë edhe ca gjoba her pas here, unë jam e para që ha gjobën, vetëm nga titulli i emisionit. Megjithatë Niki, është një nga gjërat më të këndshme që mund të bësh në një radio, sidomos në momentin kur mendon që radio ka maksimumin e dëgjueshmërisë kur je në makinë ose je në lëvizje, edhe her pas here gricem, le të themi, me tipa që dëgjojnë radio me kufje ose nëpërmjet kasetofonit të makinës. Mua për vetëm shijon me kufje, her pas here më thonë, "Ej goca?" Edhe je justifikuar në të gjitha rastet. Sa kohë ke që punon në Radio Rash? Duam të marrim pak nga eksperienca e të gjitha gocave, vajzave që punojnë në Radio Rash dhe që janë shumë afër dëgjuesve. Po bëhen pothuaj 3 vite. Ndërsa unë kam që në 99-ën që punoj në radio, është një kohë shumë e shkurtër. Unë mandje më e mbën edhe momentin e parë kur kam filluar punë në radio, dhe edhe tani më duket sikur kam filluar dje, kam po të njëjtat emocione, kam të njëjtën ndjesi fantastike që radio ta jep kur ne hapim pistën. Kjo është mrekullia vet. Sepse e merr ajrin nëpërmjet mikrofonit, të kalon në çdo qelizë dhe je wow. Kjo është gjë më e bukur. Qartë, në qoftë se bëjmë një krahasim le të themi me një prezantuese në radio, me një prezantuese në ekran, sigurisht që audienca bën le të themi një lloj diference, sepse është imazhi ai që të jep le të themi atë të qenit në publik. Të qenit në një publik radiofonik është satisfaksion, është kënaqësi, është dhe emocion. Sa mendon se audienca, le të themi, e ka lënë pas dore radion ose i është dhënë më shumë pas televizionit, apo e përdor radion më shumë për muzikë, për çfarë dëgjojnë radion më shumë njerëzit? E dëgjojnë për të vënë kufjet edhe për të bërë gjasme sikur mësojnë, për të mos u përgjigjur të dashurit në telefon, edhe për të bërë interesantin në tipin e makinës. Kaq. Po. Kjo është maksimumi. Pastaj vjen edhe pjesa tjetër që e dëgjojnë për të patur një zhurmë, për të patur dikë që i flet, i bën muzikë. Edhe kjo është çasti që duhet kapësh për të thënë, shiko se jam edhe unë këtu dhe jam bashkë me ty për të thënë një gjë. Edhe nëse i thua një gjë interesante, për shembull nëse ndonjëri është në kufirin e paguan apo jo dot kredin sot dhe ti i thua çuni, grisa atë pjesën dhe mos e vrit mendjen për gjëra, e thot, "Okej, që nga një si mua" dhe vazhdon edhe më dëgjon pastaj. Dhe unë i dua shumë këtë tipa. Dilda, sa shpesh të ka ndodhur që gjatë emisionit live, le ta themi në radio, përveç se po mendoja që mund të jesh duke rregulluar flokën, mund të jesh duke vendosur shallin, mund të jesh duke bërë tualetin, mund të jesh duke ngrënë, pse jo? Kjo është komoditeti, ju kam shumë zili. Në radio në fakt nuk më ka ndodhur sepse i kam bërë me rahatin më të madhe. Ama, kam një sekret për të thënë. Duhet ta them patjetër. Më ka ndodhur të premteve kur un jam direkt në Vila 24 me Nikin, që të kem një shall të ngrirë këtu dhe 7 kg pudër. Edhe më duhet të gëlltite kënga shumë e bukur. Kjo më ka ndodhur. Ne nuk e kemi vënë re këtë gjë në fakt. Po jo, absolutisht që jo. Sepse unë kam shumë të lartë karrigen atje kur jam. Mirë, Nilda, të falenderoj edhe doja një përshëndetje për teleshikuesit dhe për radio dëgjuesit në këtë ditë që është e shënuar për radio. Po, 13 shkurt i bie fiks një ditë para Shën Valentinit. Unë kam një mesazh, një urim për Vila 24. Hapni sytë, mos bëni gabime me atë, se keni punë nesër që është Shën Valentini edhe radion më shumë se sa televizionin, po direkt pasi të ketë mbaruar Vila. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit. Ka përfunduar Hey Brother. Vazhdojmë tani, vazhdojmë me cilin hitet më të mira të momentit. Kevin and Cities, Safe and Sound. Përshëndetje gjithëve, unë jam Anila që jap lajmet në Radio Rash. Ne të njohim Nilat paktën nga zëri. Në ekran nuk të kemi parë, duke qenë se i përkushtohes le të themi dëgjuesve të Radios Rash, duke informuar ata çdo 60 minuta njësoj si kolegja Marcela. Nila, çfarë është radio për ty?
Për mua radio është shpirt. Ndoshta televizioni, ndoshta teknologjia e fundit ja ka zënë pak frymën radios, por gjithsesi pavarësisht të gjitha këtyre gjërave të tjera, unë mendoj se radio arrin të mbijetojë gjithsesi sepse është shpirt, shpirti gjithmonë arrin të mbijetojë. Çfarë emocioni përjeton teksa jep lajmet në kuptimin që duhet të jesh pak më formale, më e ftohtë, le të themi në çfarëdo lloj lajmi që transmeton. Ndihesh më mirë tek informacioni radiofonik apo do dëshiroje të bëje diçka qoftë edhe më argëtuese, emisione të tjera argëtuese? Jo, ndihem mirë tek lajmet, me thënë të drejtën. Nuk jam shumë tip emotiv, jam më e ftohtë, më e prerë, gjithmonë jam marrë me lajmet, edhe kur kam punuar jashtë radios në media të tjera, kryesisht kam qenë e përqendruar tek informacioni. E kam provuar të dal jashtë kuadrit tim, kam dështuar, kështu që jam shumë mirë ku jam. Po, nuk është se ka ndonjë vështirësi të madhe, sidomos për atë që e do punën në radio, thjesht që lajmi në radio ndryshon nga televizioni, sepse nëse televizioni ka kohë për të përgatitur një kronikë e zëm, e ka kohën e vet, e ka mund ta paraqes një kronik më gjatë. Radioja është koncentrat. Një lajm që ka volum duhet ta paraqes me 4 reshta. Radioja ka ritëm dhe ti duhet të jesh gjithmonë kështu që Si bëhet përzgjedhja e lajmeve? Renditja e tyre nga lajmi më kryesor drejt tek lajmi le të themi më sportiv apo kultur, argëtues deri në fund. Atëherë ne kemi edhe fatun që bashkëpunojmë me televizionin News 24, Balkan Web dhe pak a shumë i qëndrojmë edhe politikave, domethënë të njëjta, asnjëherë nuk mund të bëjmë edhe me kokën tonë. Gjithsesi normalisht dihet që lajmi më i rëndësishëm i ditës ai bihet lajmi i parë, pastaj ne kemi edhe një gjë, nëse televizioni punon me edicionin qendror dhe lajmi më i rëndësishëm i ditës është i parë as diskutohet, ne kemi shumë fleshe informative dhe nuk mund të bijem në përsëritje nga një flesh në tjetrin, kështu që gjithmonë duhet ti renovojmë lajmet. Kështu që varet sipas atij 60 minutë, kush është lajmi më kryesor i atij 60 minutë, që ai është lajmi më kryesor, ai është i pari. Pastaj vijojnë edhe lajmet e tjera sipas rëndësisë, kuptohet. Politik, kronik, varet çfarë mund të jetë më rëndësishme. Sa i takon emocioneve, ju thatë që keni vite që provoni të jepni lajme, kryesisht në radio të ndryshme? Kam qenë në gazete, kam filluar në gazetë eksperiencën time te Gazeta Koajon, Fati Madh, që në 2000-shin, më pas kam kaluar në radio. Pastaj kam provuar televizionin, e kam gjetur veten mirë edhe në televizion, por gjithsesi radio është. Pra ke provuar media të ndryshme, te radio është stacioni i fundit te i cili dohet të qëndrojë më gjatë. Po, radio është magji. Është magji radio. Çfarë magji radio? Është magji radio. Se është magji dhe çfarë të ofron në kuptimin e komoditetit ndoshta? Komoditet. Si komoditet, radio është zë. Radio është shpirt, e tham edhe një herë. Televizioni është edhe imazh, kuptohet. Komoditet më ofron mua komoditet sepse unë jam e fëmijë vogël në orën 7 të mëngjesit, unë nuk mund t'i jap lajme e patrukuar pa gjumë. Jam këtu, i kushtoj rëndësi zërit dhe jo shumë pamjes për shembull. Ky është një nga komoditetet. Është edhe komoditet tjetër fakti që për 60 minuta unë mund të arrij, domethënë ti formuloj lajmet, ti koncentroj lajmet, ti jap më saktë, domethënë. Kështu që ka edhe komoditetet e veta, nuk e them. Është pavarësisht ritmit që kemi në edicion, kemi kohë të mjaftueshme për të përgatitur një edicion. Radio është zë, ti e the. Sa impostohesh për të nxjerrë atë zë që ne e dëgjojmë në radio? Atëherë, duhet jetë edhe pak i lindur zëri. Gjithsesi, edhe impostimi është i rëndësishëm. Nuk është se sforcohem shumë. Përpiqem që me atë që më ka falur Zoti dhe me atë çfarë di të bëj të depërtoj tek dëgjuesi. Shpresoj të depërtoj mirë. Dhe një mesazh të vogël për këtë ditë që është dita e radios, dita e shtëpisës tuaj. Mos rini pa parë televizor, mos e lini pas dore teknologjinë, po mos e harroni radion sepse radioja është. Magji është shpirt. Faleminderit. Ndodhemi tashmë me drejtoreshën e Radios Rasha, Njeza Mio, e cila është një nga të parat që kur është themeluar Radio Rasha, apo jo, Njeza, përshëndetje. Pak më vonë përshëndetje Nik. Gëzuar ditën ndërkombëtare të radios për këtë në të cilën edhe ne jemi mbledhur sot. Radio Rash ka një zanafill të gjerë prej vitesh transmeton, mund të them mbi 10 vjet. Kjo falë punës dhe përpjekjes së të gjithë atyreve që kanë punuar, por që edhe vazhdojnë të punojnë në Radio Rash. Ka një historik të saj absolutisht pozitiv, por jo thjesht historik, fjala thjesht historik, por një histori në ngjitje. Ka ardhur gjithmonë duke u ngjitur lart edhe më lart me muzikën e saj më të fundit, me emisionet që transmeton,
mbi të gjitha është lajmi, i cili në kohë reale kalon nëpërmjet gazetarëve tona, madje mund të them edhe më shpejt se sa News 24, nëse News ka dalë me titra, ne direkte jemi on air. Këto që ka vënë edhe konkurrencë apo jo? Sigurisht, sepse duke parë në kohët e sotme mediat audio-vizive, interneti e kanë lënë disi në hije radion, mund të them. Si arrin të mbijetoj një media e tillë si radio, duke patur parasysh këtë lloj konkurrence, duke patur parasysh internetin, një burim i pafund, lajmesh edhe përzgjedhjesh muzikore, pse jo? E gjithë kjo falë punës dhe përpjekjes nga e gjithë ana e stafit, duke gërmuar lajmin, siç e themi ne, duke marrë muzikën më të mirë në treg, duke futur emisionet të tipeve të ndryshme. Pastaj radio është diçka që dëgjohet në mjedis e pune, dëgjohet kur je duke vrapuar, kur je në shtëpi, nuk është si televizioni, nëse televizioni të do të ngulitesh para dhe ta shikosh, radion thjesht edhe duke u marrë me punë, duke bërë aerobi, vazhdon dhe dëgjon. Domethënë, mikrofoni është i pushtetshëm, është një magji, duket sikur ke ardhur nga një botë tjetër. Un kam vite që punoj në radio. Fillimet e mia kanë qenë dikur tek Radio Tirana, një nostalgji më vete, mund të them sot disi janë thjeshtësuar punët, sepse dikur punoni me vrap, me bobina, lart, poshtë, transmetimi sot, transmetimet sigurisht, domethënë gjërat janë më të thjeshta, por prapë nuk është aq e kollajt, sepse në radio vërtet nuk të del pamja, nuk të del figura, por është shumë e rëndësishme ajo çfarë ti do të transmetosh, çfarë do të nxjerrësh ti nga goja që të thithësh audiencën. Dhe kush është dëgjuesi i Radios Rash? Cila është audienca juaj? Ne kemi një audiencë të gjitha moshave, mund të them, për arsye sepse fal programacionit ton në radio të transmetohen muzikë të zhanreve të ndryshme, transmetohen emisione të tipeve të ndryshme. Nuk mund të lë pa përmendur edhe emisionin Hot Top 10, e cila realizohet nga dy vajza adoleshente, por që janë të prirura për të qenë pranë mikrofonit dhe bëjnë me shumë dashuri. Arrin të qëndroj radioja afër audiencës, duke patur parasysh që kjo audiencë nuk është larguar prej kaq shumë vitesh ekzistencë në treg. Të thash nik fal muzikës, je në makinë, sigurisht edhe unë në moment që hap Muzika arma më e fortë? Muzika është kryesorja dhe Për zgjedhja dhe lajmi që kalon në çdo moment ku ndërpritet programacioni muzikor dhe hy me lajm të fundit. Anjeza, një mesazh të fundit, duke patur parasysh edhe ditën për cilën kemi ardhur në shtëpinë tuaj të radios, një mesazh për ditën ndërkombëtare të kësaj medie dhe pse jo edhe për Radio Rash, për dëgjuesin tuaj. Muzika është një ëmbëlsi e shpirtit, domethënë kushdo do donte që në çdo moment të kishte dhe të dëgjonte muzikë. Unë do të thoja vetëm që Radio Rash vazhdon të jetë dhe do të jetë akoma më e mira dhe për të gjithë ata që po na ndjekin në 97 MHz ose duke klikuar në balkanweb.com mund të na dëgjojnë. Edhe një pyetje të fundit se takon muzikës, duke qenë se ju e thatë që është arma më e fortë e Radios Rash. Si bëhet përzgjedhja, ju i qëndroni le të themi hiteve më të fundit, publikimit të këngëve më të fundit, të këngëtarëve më të famshëm? Si përbëhet? Të famshëm këngët më të fundit, mund të them një playlist që fillon, domethënë janë me vite të ndara, duke filluar që nga vitet 80 dhe deri më sot, zhanret e ndryshme, por me sa kemi parë ne edhe tregun, në të gjitha radiot luhet muzika më e fundit. Ja nostalgjikët dikur për muzikën e vjetër, por mund të them që është në rënje, jo në ngjitje. Domethënë tash dëgjohen në muzika më e fundit që hidhet në treg, hit paretet në mbar botën, këto janë fal muzikës, ne jemi këtu ku jemi dhe fal lajmit. Gjithmonë bashkëpunimi ynë me News 24. Faleminderit, Anjeza, punë të mbar. Faleminderit Nik.